Mjeku çudit botën, vaj ullirit esëll trajton këto 4 probleme. Ja kush duhet ta përdor menjëherë. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes zgjon shëndetin në organizëm, i dhuron trupit energji ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht edhe mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri. E pasur me vlera të larta kuruese, vaj ullirit mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas kësaj vlera që çliron vaj ullirit në çdo gatim janë përjashtimisht mirëbërëse për organizmin. Sipas studimeve të siguruara sipas Healthline, konsumi një lugë vaj ulliri esëll në mëngjes zgjon shëndetin e mirë dhe gjithashtu i jep përfitime të mira organizmit për një fuqi të mirë gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare, duke përfshirë këtu tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak dhe nivelin e lartë të sheqerit në gjak. Vlerat ushqyese brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë vërtet të larta. Në një lugë gjedhe vaj ulliri do të gjeni 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës të vajit të ullirit është mono e pangopur dhe 9% është poli e ngopur. 14% është vaj i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban antioksidantin beta-karoten dhe gjithashtu vitaminën E. Gjithashtu ato përmbajnë përbërës fenolik si trisoli dhe hidrotrisoli. Por çfarë e bën vajin e ullirit më të mirë se vajrat e tjerë? Vaji i ullirit lidhet me numrin më të lartë të përfitimeve kundër problemeve kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato arritën në përfundimin se ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimi tregon se ndryshe nga vaji i misrit i cili rrit agresivitetin e komplikacioneve, vaji i ullirit kishte efekte krejt të kundërta, duke pasur ndikime më të larta sidomos tek problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleokantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit kanë shpjeguar se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut, ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Organizmi do të jetë gjithashtu edhe më i mirë për shëndetin. Të mirat që vijnë nga ulliri në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje mes ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studime të shumta kanë treguar nivele të ulta të problemeve në aparatin tretës, përfshirë stomakun dhe zorrën e trashë. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acidin oleik dhe xeristol. Ai ndihmon në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni i menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, edhe nisja e ditës me konsumin e një lugë gjedhe vaji ulliri është veprimi ideal për të fuqizuar organizmin për t'i dhënë atij energji gjatë gjithë ditës. Sigurohuni të konsumoni vaj ullir çdo ditë në dietën tuaj, në mënyrë që të keni përfitime të larmishme dhe dobi të larta për organizmin tuaj. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Vaji i ullirit njihet për efektet e tij pozitive në shëndetin e zemrës dhe shkon përtej kësaj. Sipas Brightside në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e vajit të ullirit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore. Vaji i ullirit do të përmirësojë shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen e intjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen tuaj të rrullave. Ndaj shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më efektive të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Ekspertët cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve më të mira për shëndetin tuaj dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave ditore. Vaji i ullirit do të ndihmojë në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete me
mesdhetare, e cila është e pasur gjithashtu me vaj ulliri, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i një lugje gjelle vaj ulliri mund t'jap rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i vajit të ullirit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore mund t'japë gjithashtu rezultate fantastike ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej lëndëve më të mira ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni më shumë përfitime, duhet ta përdorni atë si të jetë një përzgjedhje fantastike e dietës së parë. Vaji i ullirit do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të kockave, ndaj përdoreni atë me kujdes edhe për të evituar gjithashtu komplikacionet. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid, por kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim kryesor i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden kryesisht tek vaji i ullirit do t'japin gjithashtu rezultate fantastike edhe në përmirësimin e gjendjeve tuaja të kockave dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një përzgjedhje fantastike që mund ta shtoni pa frikë në dietën tuaj, sidomos edhe në betejën kundër problemeve të artritit. Vaji i ullirit do të zvogëlojë gjithashtu problemet e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe me acide yndyrore omega 3 mund të zvogëlojë inflamacione në trup dhe nga ana tjetër mund të përmirësojë dhe të parandalojë gjendje të ndryshme të organizmit, sidomos ato të lëkurës të shkaktuara gjithashtu edhe nga problemet e inflamacioneve. Ekspertët e cilësojnë gjithashtu vajin e ullirit një përzgjedhje fantastike ushqyese me dobi të larta për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë probleme me ulçrat. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri është provuar gjithashtu se lehtëson edhe problemet e komplikacioneve të shëndetit ndaj rrezatuesve të dëmshëm. Vetëm 30 ml vaj ulliri i shtuar çdo ditë në dietën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje të mirë të organizmit dhe më pak komplikacione të tij. Shtojeni vajin e ullirit në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore dhe ndikimet që do të merrni për shëndetin do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të recetave tuaja këtë vaj të veçantë, i cili do të ketë gjithashtu përfitime unike me vlera të shtuara për mbrojtjen e organizmit. Vaji i ullirit është një produkt fantastik kundër sëmundjes të demantinës. Një nga shkaqet kryesore të Alzheimerit gjithashtu është edhe akumulimi i aminoacideve në tru. Ekspertët thonë se një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal, që gjendet kryesisht tek vaji i ullirit, ka fuqinë të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe në betejën kundër problemeve të radikaleve të lira në organizëm, dhe pasurimi i dietës suaj me këtë vaj do të kthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Ndaj, mos harroni që ta keni pjesë të dietave tuaja edhe të merrni përfitimet unike në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Vaji i ullirit mund të ndihmojë edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit nga persona të cilët vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata të ulin nivelin e sheqerit si dhe të ndihmojë në rregullimin më të mirë të niveleve të tensionit në trupin tuaj. Ai mund të forcojë edhe sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët e vajit të ullirit do të mbrojnë sistemin tuaj imunitar nga infeksionet të ndryshme dhe do të parandalojë gjithashtu komplikacionet që ju kanosen. Shtoni vajin e ullirit në dietën tuaj ditore dhe përgatituni të merrni përfitime unike për shkak të vlerave që ai përmban. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej produkteve më të mira që mund të shtoni në dobi të vlerave të shëndetit dhe të parandaloni komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.